12 studio arkitekture nga vende të ndryshme të botës prezantuan projektet e tyre për Parkun e Besimit, një hapësirë që do të ndërtohet në Petrel, brenda të cilit do të bashkëjetojnë të gjitha komunitetet fetare në vend. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se ky park do të jetë një hapësirë reflektimi shpirtëror dhe gjithashtu shpalos qartë historinë e vendit tonë. Ky është shumë më tepër se ndryshimi një hapësire, është një transformim kuptim plot dhe s'ka të bëjë me fshirjen e të shkuarës, por duam të mbjellim pemë, shpresë e vazhdimsi. Parku i Besimit nuk është simbol i fesë, është një faltore adhurimi që nuk bën pyetje se në çfarë besoni. Të vini reformën e pemëve të Ullirit dhe të kuptoni atë çfarë kuptuan paraardhësit tanë, që zhvillimi nuk është thjesht në sfond, ishte në fakt shkrim i shenjtë. Kryeministri shtoi se shqiptarët nuk kanë nevojë të shpikin tolerancën fetare, pasi ajo ekziston prej shekuj tashmë. Në vend ku askush nuk pyetet në çfarë ande qëndron, por pyetja vetme është a mundesh ende të mrekullohesh nga jeta. Ne shqiptarët nuk kemi nevojë të shpikim tolerancën. Komunitetet tona janë rritur në xhami kisha. Trashëgimia jon nuk ka qenë për herë lehtë, por ka qenë e urtë. Sipërfaqja ku do të ndërtohet Parku i Besimit është 210.000 m2, buzë luginës e Erzenit. Projekti duhet të ideohet për të pritur 30.000 vizitorë në vit. Brenda tij do të ketë struktura që do të shërbejnë për evente të vogla, por edhe për ngjarje me kapacitet deri në 500 persona.